Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë këtë të premte, Ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo në daljen për mediat foli për paketën e maleve. Demo u shpreh se për këtë nisëm ka interes të shtuar për aplikime dhe se numri i bashkive me zona prioritare ka shkuar në 40. Sot ne kemi vazhduar miratimin e zonave prioritare të bashkive, janë 4 bashki të tjera të cilat kanë miratuar në zonave prioritare, ne tashmë shkojnë në numrin 40 të bashkive. Siç kemi përmendur edhe më parë, paketi e maleve vazhdon të ketë një interes të shtuar për sa i përket aplikantëve në gjithë territorin, në 40 bashki tashmë të cilat janë shpallur me zonat prioritare. Një pjesë e mirë e bashkive shumë shpejt do të vazhdojë me miratimin të Këshillit Bashkiak dhe besoj që ky proces do të vazhdojë po ashtu javë pas jave dhe me miratimin e bashkive të cilat kanë për të miratuar akoma zonat prioritare, por ajo çfarë ne konstatojmë dita ditës është që vetë bashkitë tashmë janë duke konstatuar një interes të shtuar në fakt të banorëve të zonave përkatëse, sidomos për zhvillimin e ekonomisë rurale, por një interes i shtuar edhe për gjithë shqiptarët të cilët kanë lidhje të fortë me zona të caktuara në territor brenda vendit, po jetojnë jashtë Shqipërisë. Mëtej Demo foli edhe për reformën territoriale. Ai u shpreh se duhet të dëgjohen sa më shumë palë deri në fund të majit, ku mbyllet edhe procesi. Spari mua më vjen mirë që ky proces ka filluar. Ne kemi qenë të interesuar që ky proces fillonte shumë më parë dhe këtë kemi diskutuar edhe bashkarisht. Unë mendoj që mendimet e të gjithë aktorëve, patjetër duke filluar me kryetarët e bashkive, por jo vetëm, duke vazhduar edhe me anëtarët e Këshillit Bashkiak, qarqet janë të përfshira, qytetarët po ashtu, duhet patjetër të japin qëndrimet e tyre për sa i përket reformës dhe aq më shumë të japin qëndrimet e tyre për ato çfarë janë konstatuar gjatë 10 viteve të fundit në reformën e cila në një mënyrë u fut në veprim në vitin 2015. Reforma territoriale dhe Komisioni i Posaçëm është aty për të adresuar shpeshherë disa elementë që kanë të bëjnë me funksionet e bashkive. Jo çfarë është rëndësishme që ne duhet garantojmë që bashkitë duhet me ato çfarë kanë kompetenca të deleguara apo kompetenca që burojnë nga ligji dhe aq më shumë nga ato çfarë mund të ndodhi nesër sipas reformës, ne të garantojmë që bashkitë jenë më të forta dhe të ofrojnë shërbime më të mira në territor. Unë besoj që javët që ne kemi përpara dhe në mos gaboj agjenda që ka tashmë miratuar Komisioni i Posaçëm do të jetë deri në fund të majit për mbyllet turi në të gjitha qarqet e vendit dhe unë besoj që ne do të dëgjojmë patjetër edhe shumë kryetar të tjerë, por jo vetëm dhe aktorë tjerë në territor, të cilët mund të kenë qëndrime të ndryshme për sa i përket reformës fundit, por dhe për sa i përket elementeve specifik të cilët duhen parë dhe duhen marrë në konsiderat gjatë procesit në Komisionin e Posaçëm. Ministri Demo theksoi se kjo reformë duhet të garantojë forcimin e bashkive dhe përmirësimin e shërbimeve të tyre.